jam në një qytet që shpesh nuk merr vëmendjen që meriton, por është një perle vërtet historike dhe natyrore. Ju prezantoj me Lezhën, një qytet ku historia takon natyrën, ku lumenjtë përqafojnë detin dhe ku ushqimi kthehet në art. Dhe më e bukura, në fund të këtij vlogu do të kemi mundësinë që të përjetojmë një përvojë të paharrueshme gastronomike në një nga restorantet më të famshme të Shqipërisë, Rapsodia. Ndaj, qëndroni me mua deri në fund. Lezhë është një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë dhe ka një rëndësi të jashtëzakonshme historike. Në vitin 1444, pikërisht këtu, Skënderbeu bashkoi princërit shqiptar për të krijuar beslidhjen e Lezhës, një nga momentet më kulmore të rezistencës kundër perandorisë osmane. Nëse jeni patriot dhe dashamirës të historisë shqiptare, kjo ndalesë është e domosdoshme. Ky vend është e shkuara dhe historia e shqiptarëve. Kalaja e Lezhës është një vend që të lë pa fjalë. Ndodhet mbi një kodër dhe ofron një pamje panoramike spektakolare mbi qytetin dhe lumin Drin. Ajo është ndërtuar në periudhën ilire, por është rindërtuar dhe përforcuar më vonë nga bizantinët dhe osmanët. Imagjinoni pak, mira vite më parë, këtu qëndronin ushtarët ilirë, më pas bizantin e osman. Ky vend këtu ka parë më shumë histori se sa mund ta imagjinojmë. Vendvarrimi i Skënderbeut ndodhet në qendër të qytetit dhe është ndërtuar mbi rrënojat e një kishe të vjetër franceskane, ku fillimisht ishin vendosur eshtrat e Skënderbeut. Por fatkeqësisht, pas pushtimit osman, eshtrat u zhdukën, por sot ky vend është kthyer në një memorial për heroin ton kombëtar. Lezhë ka një nga pejsazhet më unike në Shqipëri. Ajo është e rrethuar nga lumenj, male dhe vetëm pak kilometra larg nga deti Adriatik. Lumi Drin është një nga lumenjtë më të rëndësishëm të Shqipërisë dhe buron nga dy degë, Drini i Zi dhe Drini i Bardhë. Ai përshkon një pjesë të madhe të veriut të vendit dhe përfundon rrugtimin e tij pikërisht në Lezhë, duke u derdhur në detin Adriatik. Lumi Drin është edhe lumi më i gjatë në Shqipëri, me një gjatësi prej mbi 280 kilometrash. Lezhë ka disa nga plazhet më të bukura të Shqipërisë. Plazhi i Shëngjinit është i famshëm për rërën e tij të errët dhe ujërat e pastërta, ndërsa Rana e Hedhun është një nga destinacionet unike me duna rëre që zbresin drejt në det. Pjesa më e shijshme e këtij vlogu vjen tani. Si fundjavë vendosëm të drekojmë në Lezhë në një nga restorantet që më ka dalë në çdo rrjet social, Instagram, Facebook, TikTok, kudo. Me një famë të tillë kureshtja ishte e madhe dhe vendosëm të provonim vetë këtë eksperiencë gastronomike. Sapo zu në vend u shfaq kamarieri me pijen e mirëseardhjes. Përpara se të sillte menun, na shërbyen lëng shege i freskët dhe natyral, i shoqëruar me gricini dhe byrek të vegjël me kos. Një fillim i këndshëm që premtonte një drekë ndryshe. Menuja ishte e pasur dhe e larmishme, aq sa më kujtoi gazetën Chelsea dikur gjeje gjithçka, nga mishi, peshku tek opsionet për fëmijë dhe vegetarian. Zgjedhja ishte e vështirë, ndaj me ndihmën e kamarierit vendosëm për menun degustuese Do, një rrugtim i vërtet në botën e shijeve. Udhëtimi ynë nisi me bukën e shtëpisë të shoqëruar me krem djati dhe çikore për të vijuar me një antipast të rafinuar, rostoviçi me barishte të egra dhe krem sultjashi. Më pas një pjatë që kamarieri e quante trileçe, por në fakt ishte bukë misri me ajk, një kombinim i befasishëm me shijen.
Në tryezë erdhi edhe pjata familja, një specialitet me mish gici të mbushur me kaçkavall, i shoqëruar me një salcë të pasur e plot shije. Këtu mund të them me bindje se shuajta çdo neps dhe shijova çdo kafshat. Në këtë restorant ushqimi nuk shërbehet me ngut, ndaj kaluam një orë gjysmë të këndshme duke shijuar çdo detaj të kësaj eksperience. Më pas erdhi dhe një pjatë me mish lepuri i shoqëruar me krem spinaqi dhe pluhur ulliri, duke vijuar me një brusket me pancet deri dhe shurup viçi, por pjatat nuk ndaleshin këtu. Radha ishte për mishin e viçit të regjur me kakao i servirur me një sallatë të lehtë dhe plot aromë. Sigurisht që nuk mund të mungonin raviolit e shtëpisë të mbushura me barishte të egra dhe krem spinaqi, ndërsa një nga pjatat e mia të preferuara ishte qoftja e pulës e shoqëruar me qull dhe krem jufkash, një delikatesë tradicionale e përpunuar në mënyrë moderne. Më kishte shkuar mendja për një qull. Pastaj një tjetër pjatë e veçantë, mishi i viçit me krem dhe pluhur orizi, e më pas mish me krem fasuleje dhe haviar. Një udhtim gastronomik i gjatë që mund të përmbyllet vetëm me një shprehje: u lodhëm duke ngrënë. Vaf mirë. Faleminderit. Si po jetën? Perfekt. Faleminderit. Shënduar. Më thëm pa fjalë. Faleminderit, lumë shënduar. Hajde vazhdim marr. Por eksperienca nuk mbaroi këtu. Restoranti kishte edhe një vinotek të pasur me një përzgjedhje të kujdesshme të verrave lokale dhe të huaja. Një mundësi e shkëlqyer për të shoqëruar vaktin me një gotë verre cilësore, duke eksploruar shijet unike të rajonit dhe më gjerë. Të ëmblat ja lam përsëri në dorë kamarierit, i cili na surprizoi me një përzgjedhje ëmbëlsirash tradicionale. Biskota me limon, ballokume dhe mafishe të shoqëruara me akullore artizanale. Dhe pyetja më e madhe, sa paguam për gjithë të përvoj? Për 3 persona, fatura ishte 70 euro. A ja vlente? Unë them se po, sepse ndonjëherë, përveç se stomaku, duhet ushqyer edhe mendja. Sigurisht që nëse zgjidhni të vizitoni Lezhën, nuk duhet të humbisni edhe një shëtitje për gjatë lumit Drin. Sot në fakt ishte një ditë me shi, por nuk e imagjinoj dot se si mund të ishte një perëndim dielli mbi Drin. Lezhë është një destinacion që ka gjithçka, histori, natyrë dhe gastronomi. Nëse doni një udhtim ndryshe, ky është vendi për ju. Mos harroni të bëni like, share dhe subscribe për më shumë eksplorime nga Shqipëria.